Në qytetin e lashtë të Elbasanit, më 21 janar 1912, lindi një djalë që më vonë do të bëhej sinonim i urtësisë dhe kulturës shqiptare, Gani Jahja. Djali i Xhaferit dhe Mejremës u rit në një familje ku edukata, dashuria dhe muzika ishin pjesë e pandarë e jetës së përditshme. Në atë shtëpi, tingujt e bandës afërdita përzihen me zërat e mësuesve e intelektualëve Elbasanas. Vëllai i tij Ademi, nxënësi Aleksandar Xhuvanit, ishte mësues dhe muzikant, shembull që ndikoi thellë në rrugëtimin e Ganiut të ri. Pas mbarimit të normales së Elbasanit, pasioni i tij për muzikën ishte i jashtëzakonshëm. Ai ishte një mjeshtër autodidakt i mandolinës, violinës, boris dhe kitarës. Në një përpjekje për të vlerësuar talentin e tij, Ganiu udhëtoi diku rreth viteve 1930-1932 në Bukuresht, një qytet me përzierje kulturash, ku pranua në nivelin e 4 të konservatorit të muzikës për violinë. Kjo eksperiencë i hapi horizonte të reja dhe e frymëzoi për të shërbyer muzikës dhe kulturës shqiptare. Më 27 prill të vitit 1938, Gani Jahja ishte pjesë e orkestrës mbretërore që interpretoi në ceremoninë madhështore të martesës së mbretit Ahmet Zogu me konteshën hungareze Gjeraldina Aponi. Në vitin 1939 u dërgua për studime në Konservatorin e Romës, ku studioi për tromb në si bemol dhe fitoi përvojë në orkestrat më të mira të Italisë. Në Romë, ai luante në ansamble shqiptaro-italiane, ku përziheshin këngët klasike me motive shqiptare, një shenjë e hershme e misionit të tij për t'i bashkuar kulturat përmes muzikës. Në vitin 1943, me urdhër të ministrit të arsimit Ernest Koliqi, Gani Jahja u dërgua në Tetovë si pjesë e misionit arsimor shqiptar për të mbjellë faren e dijes dhe të artit në shkollat shqipe. Aty ai gjeti një qytet me shpirt të gjallë, por të etur për dije. Brenda pak vitesh, Ganiu do të bëhej një nga figurat më të dashura të qytetit. Ai themeloi bandën frymore të Tetovës, e cila do të kthehej në një simbol të qytetit, duke interpretuar në festa, koncerte dhe parakalime. Në shkollat Liria dhe Istiqbal, ai për vite me radhë mësoi fëmijët për artin e violinës, të këndimit dhe të harmonisë. Shumë prej nxënësve të tij do të bëheshin më vonë instrumentist dhe pedagog të përkushtuar. Ai udhëhoqi për 17 vjet jetën muzikore të qytetit si dirigent i shoqërisë kulturore artistike Xheladin Zeqiri, pastaj organizator koncertesh e festivalesh në Maqedoni e Kosovë dhe si autor i kompozimeve të njohura, si për shembull Vallja nr. 2 që fitoi çmimin e parë në Kosovë. Në mesin e viteve të 50 të shekullit të 20, Gani Jahja vuri në skenë dhe veprën humoristike Malësori në Paris, duke dëshmuar talent edhe si regjisor. Ai u martua në vitin 1952 me Fatime Palloshin, vajzë nga një familje e njohur tetovare, me të cilën ndërtoi një jetë të përbashkët të mbushur me dashuri, përkushtim dhe frymë adhetare. Por në vitet 60-ta, errësira politike e pas luftës përfshiu shumë intelektualë shqiptarë. Politika rankoviqiane i detyroi shumë prej tyre të largoheshin përgjithmonë. Gani Jahja nuk pranoi të mohoi prejardhjen e tij, e përjashtuan nga arsimi dhe përfundimisht e detyruan të largohej nga Tetova. Një ditë të ftohtë dimri të vitit 1960, qytetarët e Tetovës e përcollën me lot në stacionin e trenit, pamje që shumë nxënës të tij e kujtojnë ende me mall. Ai u deportua bashkë me qindra shqiptarë të tjerë në kampin e refugjatëve politik në Gerov të Kroacisë. Atje, në kushte të rënda, kaloi gati 22 muaj, por edhe aty nuk u nda nga misioni i tij, mbante kurse muzike, gjuhe dhe kulture për refugjatët. Njohja e gjuhës italiane e bëri ndërmjetës me
Komisariatin e Lartë për Refugjate dhe në dhjetor të vitit 1961 familja Yahya, pra Ganiu, bashkëshortja Fatimia dhe fëmijët Agimia, Fërdita dhe Afrimi morën në rrugën drejt Brukselit për të nisur gjithçka nga e para. Në Belgjikë, në komunën Skarbek, familja u sistemua në rrugën Robiano 44. Ditën Ganiu punonte si akordues pianosh në firmën Hamlet dhe në fabrikën e çokoladave Victoria. Mbrëmjeve jepte mësime private muzike, krijonte grupe instrumentistësh dhe organizonte koncerte për komunitetin shqiptar. Fal tij u ringjall jeta kulturore e mërgatës shqiptare në Belgjikë. Në vitin 1968 në Bruksel u ngrit përmendorja e Skënderbeut, një ngjarje madhështore për shqiptarët. Pikërisht atë ditë, orkestrën e radio-televizionit të Belgjikës e dirigjoi Gani Yahya, shqiptari nga Elbasani që dikur u dëbua si armik, por që tani përfaqësonte dinjitetin e kombit të tij në zemrën e Evropës. 2 vjet më vonë, në vitin 1970, ai dhe piktori Zyhdi Kajnaku, bashkë me Afjete Hoxhën, themeluan shkollën e parë shqipe në Bruksel. Kjo shkollë u bë qendra e gjuhës, muzikës dhe kujtesës kombëtare për brezat e rinj shqiptar në Belgjikë. Aty, Ganiu mësonte fëmijëve këngë patriotike dhe muzikë nga lirika popullore shqiptare, duke i lidhur me rënjët që kishin lënë pas. Pas 12 vitesh punë doli në pension, por nuk e ndërpreu kur krimtarinë. Në mërgim ai vazhdoi të kompozonte, të shkruante dhe të transkriptonte pjesë muzikore, duke përfshirë edhe përgatitjen e partiturës në shqip për 500 vjetorin e vdekjes së Skënderbeut. Një episod mbreselënës nga ajo kohë dëshmon për talentin e jashtëzakonshëm të Ganiut. Një ditë kishte shkuar në dyqanin Casa Vaca, i cili shiste vetëm mandolina. Shitësi italian e kishte pyetur nëse donte të provonte një mandolinë napolitane. Ai kishte filluar të luante Mazurka Miliavaka Fantastika dhe kur kishte mbaruar, shitësi i kishte thënë: "Kam 40 vite që punoj këtu dhe ende s'kam dëgjuar dikë që luan kaq bukur si ju." Ganiu ishte një intelektual i cili lexonte shumë. Fjalët e tij ishin gjithmonë të urta. Ai thoshte shpesh: "Mos u mat me hijen e mëngjesit. Hapet dera, çilet ndera. Fjalë pak, punë shumë, e të tjera e të tjera." Në vitin 1997, në moshën 85 vjeçare, Gani Yahya u shua në Bruksel, i rrethuar nga familja e tij. Në gurin e varrit të tij janë gdhendur vargjet e ndjera: "Atë dhe shpirt, atë dhe xhan, atë dhe babë, atë dhe nanë, atë dhe vëlla, fëmijë, grua e motër, të gjithë të tubuar në një votër." Sot, trashëgimia e tij jeton në kujtimet e nxënësve dhe fëmijëve të tij. Agimi e Afrimi kanë punuar në Parlamentin Evropian duke sjellë në një mënyrë tjetër zërin e kulturës shqiptare në zemrat e Evropës. Afërdita ka kontribuar si sekretare në Partinë Socialiste të Parlamentit Evropian, një dëshmi se ideali i teatrit për arsim dhe kulturë vazhdon të jetojë përmes brezave. Zëri i Gani Yahyas është ende i pranishëm në çdo instrument të akorduar me ndershmëri, në çdo fanfarë që ngrihet në solemnitet, në çdo këngë që këndohet me mall për vendlindjen. Ai nuk ishte vetëm një dirigjent apo mësues, ishte një misionar i kulturës, një njeri i urtësisë që jetoi për artin dhe për njerëzit.